Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku do ndalemi sërish tek zhvillimet e fundit në linjën e mesme. Kam të ftuar në këtë pjesë të dytë ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare, zotin Frymëzim Daudi. Ju përshëndes kënaqësi. Ju faleminderit për ftesën. Atëherë, zoti Daudi, do ndalemi fillimisht tek deklaratat e forta të cilat vijnë nga Teherani që e konsideron kontrollin mbi territorin e ngushticës së Hormuzit pra një të drejtë të panegociueshme, të cilat nga ana tjetër përplasen dhe me akuzat dhe kërcënimet nga Washingtoni, ku nga njëra anë Irani flet për krime lufte dhe shkelje të armëpushimin, dhe nga ana tjetër kemi Donald Trump i cili paralajmëron goditjen ndaj infrastrukturës kritike nëse nuk do të kemi një marrëveshje. Fillimisht si shikoni të dyja këto përplasje dhe akuzave mes të dyja vendeve? Po këta e kuptoj si vazhdim i luftës, pra edhe një javë do të bëhen 2 muaj çka ka filluar kjo luftë. Po duhet ta kemi parasysh që edhe pse lufta në të vërtet filloi afërsisht para 2 muajve, me muaje të tëra përpiqet Amerika të ta rrëzojë regjimin e Iranit. Këtë e pa më së miri kur në Iran u organizuan protesta, me ndikim të perëndimit, duke infiltruar shumë agent të CIA-s dhe Mossadit Izraelit, dhe që e dim që si përfundim qeveria e Iranit apo regjimi i Iranit arriti që t'i shuajë ato protesta, dhe duke mbështetur në informacione të gabueshme se pas protestave regjimi i Iranit është dobësuar, ne e dim që presidenti Trump me manipulimet e Mossadit Izraelit e bindën atë që të hyjë në këtë luftë, pasi që do të ishte e shkurtër, por ja që gati u bën 2 muaj dhe nuk ka shenja që kjo luftë mund të zgjidhet, po jo që nuk mund të zgjidhet ushtarakisht, por si duket nuk ka gjasa edhe që nëpërmjet diplomacisë që të zgjidhet. Ne jemi dëshmitar që tani jemi në një armëpushim 2 javor dhe për brenda 2 ditëve besoj që do të përfundoj ky armëpushimi dhe nuk ka shenja se do të vazhdojnë negociatat, edhe pse Trump tha që në Pakistan do të vazhdojnë raundi 2 i negociatave dhe i ka dërguar si zakonisht përfaqësuesit Çifut Bitkov dhe Kushner që të shkojnë në Pakistan. Mirë po kuptojmë që zavens presidenti SBA-s, J.D. Vance, nuk pajtohet që të shkojnë në Pakistan dhe të nënshmohet si herën e parë, për shkak se ai nuk ka asnjë autorizim që të bëjë një marrëveshje me Iranin, për shkak se për çdo pikë duhet që ta thirrte Tel Avivin dhe të konsultohej me kryeministrin e Izraelit. Këtë nga e dim nga vetë fjalët e kryeministrit të Izraelit, i cili tha që gjatë gjithë kohës më raportonte Shtëpia e Bardhë dhe grupi negociator në Pakistan se çfarë vendime mund të marrin dhe prandaj nuk mund të arrihet një marrëveshje për shkak se Izraeli dëshiron që kjo luftë të vazhdojë, të dëmtohet sa më shumë Irani dhe nëpërmjet luftës kryeministri i korruptuar i Izraelit mbetet në pushtet për shkak se nëse i humb luftën dhe zgjedhjet, aty kërcënohet burgu. Dhe ai do të përpiqet sa ka mundësi dhe mundësi ka të shumta në politikën amerikane, të ta detyroj presidentin e SBA-s të ta vazhdoj këtë luftë dhe ja që sot i pam deklaratat e fundit të Trump, që përsëri kërcënohet se do të vazhdoj bombardimet, por në të njëjtën kohë shiqem një rezistencë të madhe të ushtrisë së Iranit, kuptohet që them ushtrisë dhe jo politikanët, të cilët janë të përgatitur për këtë luftë dhe duan që ta vazhdojnë këtë luftë. Ne kemi bërë shumë video më herët, unë kam qenë që të ketë një luftë, pra nuk jam kundër luftës dhe atë qëndrim vazhdoj që ta mbaj. Besoj që qeveria e Iranit nuk do të arrijë një marrëveshje me SBA-n. Unë dëshiroj që të dalë fitimtar Irani në betejë dhe ta detyroj së bashku me shtetet tjera islame që të largohet ndikimi perëndimit nga shtetet muslimane dhe ideologjisë tyre të çifutrisë ndërkombëtare dhe të cionizmit ndërkombëtar. Dhe kuptohet që shtetet muslimane bëjnë përpjekje të mëdha diplomatike që të ketë një unifikim të qëndrimeve të tyre në mbështetje të Iranit. Besoj që para 2 ditëve në Turqi, në qytetin e Antalis,
u takuan ministrat e punëve të jashtme të Pakistanit, Egjiptit, Turqisë dhe Arabisë Saudite. Kjo është takimi i tretë i tyre, njëherë u takuan në Arabinë Saudite në Riyadh, mendoj prej kur ka filluar lufta kundër Iranit, herën e dytë u takuan në Islamabad, dhe ja tani që u takuan në Turqi, dhe besoj që takimi i fundit mund të jetë në Egjipt, në Kairo, dhe ku do të nënshkruajnë ndoshta një marrëveshje bashkëpunimi ushtarak që do të jetë një NATO islamike. Po është një informatë e mirë se në takimin e Antalis, aty edhe pse jo drejt për drejt, ishte i pranishëm në samitin diplomatik që u mbajt, ishte i pranishëm edhe Zavens, ministri i punëve të jashtme i Iranit. Pra qëllimi është që jo vetëm këta 4 shtete të bëjnë një NATO islamike, po që t'ju bashkohet edhe Irani. Për këtë insiston Turqia, për shkak se Turqia është e bedishme që nëse kjo luftë përfundon me Iran, radhën e ka Turqia, dhe mbas disa gjasave Izraeli ka vendosur që ta sulmoj Turqinë, dhe këtë e thuajnë hapturazi dhe thuajnë që Irani i ri është Turqia, dhe prandaj nëse shikojnë që e kanë të pamundshme që ta mposhtin Iranin, ata besojnë që do ta kenë më lehtë që ta mposhtin Turqinë, po ashtu sikur që dështuan në Iran, besoj thellë se do të dështojnë shumë më shumë në Turqi, dhe besoj që përfundimisht kjo do të ishte fundi i Izraelit si shtet. Zoti Udi, nga ana tjetër, dekërcënimet për goditje ndaj objekteve energjetike prek sigurisht këtu drejt për drejt ekonominë iraniane, por edhe rajonin. Sa shkatruese do të ishte një ndërhyrje e tillë për gjithë stabilitetin rajonal, por edhe atë global? Po kuptohet që do të jetë shkatruese. Ishte shkatruese edhe bombardimi në 40 ditët e fundit, dhe kjo shkatrimi i infrastrukturës e vështirëson jetën e iranësve, standardin jetësor të tyre. Mirë po besoj që do të jetë i pasuksesshëm shkatrimi i qendrave energjetike të Iranit. Kjo edhe për arsyeën se Irani është shumë i madh dhe ka edhe gaz edhe naftën e vete, dhe nuk mund të jetë e suksesshme bombardimi i tyre, siç planifikon Amerika apo vetë presidenti Trump që thotë brenda një dite apo disa orëve do ta kthejë Iranin në kohën e gurit. Kjo është e pamundur. Mirë po e kemi edhe shembullin e Ukrainës, që Rusia në 4 vitet e fundit përpiqet që ta ndërpres Ukrainën nga rryma, dhe asesi që t'jarri atij suksesi, për shkak se aeroplanët duhet të hyjnë në thellësi të territorit të Ukrainës, dhe aeroplanët ushtarak të Rusisë nuk mund të hyjnë për shkak se Ukraina ka sisteme mbrojtëse Patriot, apo sisteme të tjera mbrojtëse kundër ajrore, dhe të njëjtën e ka edhe Irani, pra aeroplanët ushtarak të Amerikës nuk mund të depërtojnë në qiellin e Iranit, ata hyjnë në vijën kufitare apo në disa pjesë të izoluar, dhe prej aty gjuajnë me raketa këta që janë duke i harxhuar për shkak se ata janë raketa me rreze të lartë të goditjes, që shkojnë 300-400 kilometra. Po besoj që brenda një muaji, nëse vazhdojnë këta bombardimet, do t'u harxhohen edhe atë, dhe brenda një muaji nuk mund të arrijnë që ta kthejnë Iranin në kohën e gurit. Mirë po ka mundësi Irani që t'i kthejnë në kohën e gurit shtetet arabe, që i ka karshi, dhe qielli apo hapësira ajrore të cilave shfrytëzohet nga ushtria izraelite dhe amerikane për të sulmuar Iranin, për shkak se ata shtete janë të vogla me banor, e kanë klimën e nxehtë, dhe nëse Irani arrin që t'u shkatrojë qendrat ku prodhohen energji, ato nuk do të mund të jetojnë. Për shembull në Riyadh ka disa milion banor, dhe nëse arrin Irani që t'u shkatrojë stacionet e filtrimit të ujit apo të energjisë, ku të jetosh në banesë në 50 gradë temperaturë gjatë verës, është e pamundur, pra do të shkatrohen ato shtete, dhe kuptohet për fajt të qeverive kukullat të tyre, të cilët janë në bashkëpunim të thellë me sionizmin ndërkombëtar, dhe kuptohet që do të pasojnë të tjerët dhe jo Irani, dhe kuptohet që Amerika do t'i humbe aleatët e tyre, sikur janë Bahreini, Kuvaiti, Arabia Saudite dhe më rëndësi Emiratet e Bashkuar,
dhe Emiratet e Bashkuar kanë mbajtur një qëndrim shumë negativ kundër Iranit, janë të lidhur ngushtë me Izraelin dhe tentojnë që ta vazhdojnë këtë luftë, po besoj që më i dëmtuar do të dalë pikërisht Emiratet e Bashkuar. Dhe ndoshta nëse kjo luftë vazhdon, nuk do të ekzistojë më Dubai, nuk do të ekzistojë Abu Dhabi. Dhe ndoshta parashtrohet pyetja se a do të ekzistojnë Emiratet si shtet, besoj që e gjithë harta gjeografike e lindjes së mesme do të ndryshojë, po më rëndësi flasi për veten time, është që të vihet në pikë pyetje shteti Izraelit. Unë besoj që Izraeli e ka humbur të drejtën për të qenë një shtet, me vrasjen e 10 mijërave fëmijëve në Gaza, dhe edhe nëse marrim parimet e së drejtës apo parimet e drejtës dhe ligjit ndërkombëtar, statutit të OKB-s, një shtet mund ta humbë të drejtën e të qenurit shtet nëse kryen gjenocid, dhe përderisa Izraeli ka kryer gjenocid, unë dëshiroj që të shoh përfundimin e shtetit të Izraelit në përfundim të kësaj lufte. Qartë. Zototi, nga ana tjetër, kontrolli mbi një nga rrugët më të rëndësishme pra të naftës dhe botës, mendoni se po përdoret tashmë si një armë presioni dhe a është kjo goditja më fortë energjetike që mund të bëhet ekonomisë globale sot që ne flasim? Po çështja e naftës është e lidhur, besoj unë, ngushtë me mentalitetin e presidentit Trump. Ne duhet pak ta shiqojmë historinë e tij. Gjatë mandatit të parë, kur u zgjedh president në vitin 2016, pra para 10 viteve, ministri i punëve të jashtme i SBA-s u zgjedh drejtori kompanisë më të madhe të naftës të Amerikës, që është ExxonMobil. Pra edhe pse ai drejtor nuk ishte politikan apo nuk ishte qasje të merrej me politikë, me vetë ftesën e presidentit Erdogan, ai e pranon atë detyrë, që do të thotë se Trumpi i jep shumë rëndësi çështjes së energjisë, për shkak se edhe na kujtohej që gjatë kohës së Trumpit Amerika u shndërrua në eksporter që ta eksportojnë naftën dhe u shndërrua prodhues më i madh i naftës në botë, që para atij nuk ishte, për shkak se Amerika e importonte naftën. Pra qëllimi i Trumpit është që ta shndërrojë Amerikën në qendër energjetike, sidomos për naftën dhe gazin dhe shitjen e gazit dhe naftës. Dhe neve na kujtohej që gjatë mandatit të parë Trumpi e kritikonte Evropën dhe NATO-n pse marrin shtetet e Evropës gaz nga Rusia, për shkak se atë gaz e prodhon Amerika dhe ata duhet të paguajnë edhe pse është më i shtrenjtë gazi nga Amerika. Ai insistonte që këtë ta blejnë prej Amerikës. Ai ka këtë mendim për shkak se kompanitë e naftës janë edhe sponsorizues të mëdhej të kampanjës së tij apo të kandidimit të tij si president, po edhe është ajo në mentaliteti vjetër i tij se kush e ka naftën apo burimet e naftës e kontrollon ekonominë botërore, mirë po kuptohet që ky është mentalitet i vjetruar dhe ai mendon në një farë mënyrë nëse mund të arrijë që ta izoloj Kinën, që të marrë naftë si prej Rusie apo edhe prej Gjirit Persik, do të dëpsohet rritja ekonomike e Kinës, të cilën ekonomi e sheh si konkurrencë të ekonomisë amerikane. Mirë po gjërat kanë ndryshuar për shkak se Kina zhvillua shumë, ka investuar shumë në burime energjetike, si ato nukleare, si solare, si nëpërmjet erës, dhe ka marrëveshje me Rusinë që gazi prej Rusie nëpërmjet tubacioneve të vinë në Kinë, po ashtu ka marrëveshje Kina edhe me Turkmenistanin, që gazi Turkmenistanit të shkojnë në Kinë, po edhe nëpërmjet Iranit mund të lidhet me gazin e Iranit, qoftë prej Turkmenistanit, ka një projekt po ashtu që prej Pakistani të kalone nëpërmjet tubacionit nafta dhe gazi iranian në Kinë, po ashtu edhe nëpërmjet rrugëve të trenit, pra nëpërmjet cisternave të trenit, nëpërmjet rrugës hekurudhore të kalone nafta Iranit në Kinë. Pra kush e di çka të bëj
Trumpi nuk mund ta izoloj Kinën që mos ketë burime të naftës, po ashtu nuk mund ta izoloj Iranin që ta shese naftën. Për shkak se Irani ka edhe tubacione edhe me Turqinë, pra mund të shes edhe në Turqi dhe ka rrugë të tjera toksore, edhe në Ermeni e shet naftën, për Ermenia mund të lidhet edhe me shtetet tjera, mund të lidhet edhe me Azerbejxhanin, gazi Azerbejxhanit, si që dim ne kalon edhe në për Shqipëri, dhe e furnizon edhe ekonominë e Italisë dhe disa pjesë të tjera të Evropës. Pra të gjitha ata kalkulime që i bën Trump, në fund do të dështojnë dhe kuptohet që do të pësoj ekonomia e SBA-s dhe kuptohet prestizhin ndërkombëtar i Amerikës është rrëzuar për toke dhe tani e shiqojnë Amerikën si një shtet që merret me pirateri ndërkombëtare, pra përpiqje që të ndalë cisternat, anijet cisternat të Venezuelës, e blokon Kubën, i blokon cisternat e anijeve të Iranit, po ashtu kemi lajme që edhe cisternat anijet të Rusisë përpiqen që t'i ndërpresin në rrugët ndërkombëtare detare, pra shiqen që ka dalë nga kontrolli qeveria amerikane dhe si përfundim do të pësoj nga sanksionet ndërkombëtare dhe do të shiqem izolimin e SBA-s në një kohë të shkurtër. Qartë. Zotë nga ana tjetër duket se ka pasur dhe një mesazh për lajmërimi nga Mojtaba Khamenei, pra nuk e dim se sa e vërtetë është, pasi nuk ka një dalje publike të tij ku flitet për fitore dhe rezistencë për në të gjithë kulmin e këtyre tensioneve mes të dy vendeve. Si e keni parë dhe nga ana tjetër dhe retorikën e shprehur për armiqtë të brendshëm dhe separatistë, e cila tregon se ka edhe tensione brenda vetë Iranit? Po besoj që brenda kësaj periudhe të shkurtër të armëpushimit, Irani është përqendruar në separatistët e mundshëm apo tradhtarët e mundshëm brenda territorit të Iranit dhe besoj që policia e Iranit ka pas suksese në këtë pikë, për shkak se shiqem që në këta 2 muaj nuk kishte as pak rezistencë brenda Iranit, edhe pse e dim edhe ata nga fjalët e presidentit Trump që Amerika ka dërguar shumë armatime në Iran, sidomos nëpërmjet separatistëve kurd, po shiqen që këta nuk kanë sukses dhe kjo është merit e policisë iraniane dhe shërbimeve sekrete iraniane, po jo vetëm atë, unë besoj që në këtë pikë i ka ndihmuar Turqia shumë, për shkak se ata përpiqen nëpërmjet PKK-s, që është organizatë terroriste e kurdëve dhe që ka degët e saj si në Siri, si në Irakun verior, po ashtu edhe në Iran, dhe kuptohet bazën e kam patur në Turqi, përpiqen që ti mobilizojnë këta separatistë dhe terroristë kurd, që nuk përfshin popullin kurd këtu, po i përfshin ata kurd që janë të indoktrinuar me ideologjinë e Izraelit, që izraelitët dhe kurdët janë popull të afërt dhe në planin e zgjerimit të Izraelit, kurdët do të jenë bashkëpunëtorët ushtarak të Izraelit dhe do të formojnë një Kurdistan të madh, që në bashkëpunim me Izraelin e madh do të thyen qendresën e shteteve muslimane në atë rajon. Është kjo plan veç i dështuar dhe kuptohet që Turqia ka merita më të madhe që e pamundsoj realizimin e planit të Izraelit dhe të indoktrinuarit me ideologji sioniste kurde dhe kuptohet që besoj që do të përpiqen ata të bëjnë një invazion toksor brenda territorit të Iranit. Dhe po kuptohet që do të dështoj ajo dhe është përpjekje fundit e qeverisë amerikane që të arrijë ndonjë sukses në Iran, për shkak se vetë presidenti Trump don të tërhiqet nga kjo luftë, për shkak se është i vetëdijshëm që nuk ka kapacitete ushtria amerikane që të luftojë kundër Iranit, por ai don të ketë ndonjë fitore simbolike dhe asesi që ta gjejë atë fitore simbolike që të tërhiqet. Tani besoj qëndrimin tim e dini që unë nuk kam besim në qeverinë e Iranit, po Mujtaba Khamenei nuk ka dalë as pak ndonjë deklaratë të jape
apo zërin e tij nuk e kemi dëgjuar, ka mundësi që të jetë i plagosur, po ka mundësi që edhe mbrohet nga tradhtia e qeverisë dhe njerëzve përreth tij, për shkak se në Iran tani asnjë institucion nuk ka besim te institucionet tjera, për shkak se është duke u bërë një luftë qytetare e mbrëmshme për pushtet me bashkëpunëtorët amerikanë dhe izraelit që janë brenda territorit të Izraelit, dhe tani pata mundësinë që ta dëgjoj komunikimin në mes anijeve në ngushticën e Korfuzit, ku garda revolucionare ju thot anijeve nëpërmjet radios që Hormuzi është i mbyllur dhe Hormuzi do të hapet atëherës me urdhër të Imam Hamanei, dhe jo kur ndonjë idiot nëpërmjet tweetit do ta hape. Tani unë besoj që kjo nuk është një mesazh kundër Trumpit, i cili tha që është hapur ngushtica e Hormuzit, po besoj që është një përgjigje kundër ministrit të jashtëm të Iranit, i cili në tweetin e tij në X tha që ngushtica e Hormuzit është e hapur. Dhe kjo ishte një kundër përgjigje e gardës revolucionare, të cilat i sulmuan disa anije me naftë të Indis, dhe ju tha që vetëm Imam Hamanei, kur do të thotë është liruar ngushtica e Hormuzit, atëherës do të mund të kaloni, dhe besoj që ka një krizë në qeverinë iraniane, dhe prandaj edhe udhëheqësi negociatave në Pakistan nuk ishte më ministri punëve të jashtme, po ishte kryetari i parlamentit. Kjo është një, për mendimin tim, një potestë i mirë i pushtetit të Iranit, që t'ja marrin kompetencat ministrit të punëve të jashtëm, për shkak se unë nuk kam as pak besim te aftësitë e tij dhe qëllimet e tij, për shkak se ai tenton të arrijë një marrëveshje me SHBA-n, që Irani të bëhet pjesë e ndikimit të perëndimit. Qëndrimi im është që kjo luftë duhet të vazhdojë, dhe ashtu sikur pati sukses Hezbollahu kundër ushtrisë toksore izraelite, duke ja shkatruar qindra tanke dhe qindra ushtar të vrarë, besoj që kjo luftë ka nevojë të zgjarohet dhe përfundimisht të arrijë Irani një fitore së bashku me shtetet tjera islame dhe ta çlirojnë lindjen e mesme nga ndikimi sionist. E qartë. Mirë, të dhauti për të mbyllur, ndërkaq për te mendimin tuaj personal, pra mbi gjithë të presione maksimale dhe sigurisht dhe koha e kufizuar për negociata midis të dyja vendeve, mendoni se një takim tjetër do të sjell një marrëveshje mes të dyja vendeve, apo nga ana tjetër do të kemi sërish një përshkallëzim të ri? Po tani takimi në Islamabad ishte tentimi i tretë brenda një viti për të arritur një qëllim. Tani Trumpi tha që të hënën, pra sot, Kushner dhe Witkoff do të shkojnë në Islamabad, po ne duhet ta kemi parasysh që Trumpi mendon shumë afaqshkurtër dhe përpiqet që ta manipuloj berzën dhe aksionet e berzave, dhe sidomos çmimin e naftës. Pra e ditën e diell jep një lajm optimist se fjala do të vazhdojnë negociatat në Islamabad, që mos ketë ndikim shumë në çmimin e naftës. Këtë po ashtu e bëri ditën e premte dhe tha që është hapur e gjithë Hormuzi, faleminderit të gjithëve, dhe kishim rënien e çmimit të naftës dikon 13% të vlerës. Mirëpo besoj që këta do të mbeten tentime të pasuksesshme, për shkak se gati se gjithë janë bindur se tweetet e Trumpit më nuk merren seriozisht, dhe është një gënjeshtar patologjik, pra çka fantazon në kokën e tij për ta shpëtuar aksionet e bursës apo vlerës së aksioneve, ai shkruan dhe jo të bazuar në realitet, dhe besoj që së shpejti do të përballet me të vërtetën e hidhur, se nuk mund të kaloj lehtës nga kjo luftë, se Irani nuk do të kapitulojë. Irani është forcë e vërtet, Irani ka mbështetjen e shteteve të tjera islamike dhe me më rëndësi këtu është Turqia, dhe është kafshat që nuk ka përdihet, pra nuk e ka atë kapacitet SHBA-ja që të luftoj kundër gjithë atyre
qindra miliona banorëve të lindjes së mesme, të cilët kanë një ushtri mirë të motivuar, mirë të përgatitur, dhe nëse shqiptem nga ana tjetër, ushtria amerikane nuk ka as pak motivim, për shkak se kjo luftë është e padrejtë, është luftë agresore, është luftë që bëhet për interes të Izraelit dhe jo në emër të gjithë çifutëve, për shkak se ka shumë çifut që kundërshtojnë politikat e kryeministrit të tyre të korruptuar Netanyahu dhe si përfundim do të dështoj e gjithë tentativa e tyre. Tani Trumpi kuptohet që është i detyruar që të funksionojë në këtë mënyrë për shkak se donatorët e tij ishin Izraelit, të paktën ka marrë $300 milion vetëm nga një familje Adelson. Dhe përderisa ata thuan që juve ju duhet ende para në zgjedhjet e ardhshme për dhomën e përfaqësuesve dhe Senatit, patjetër ta vazhdoni edhe disa muaj këtë luftë. Mirëpo do të besoj që do të kemi ndryshime të mëdha në politikën amerikane. Republikanët ka gjasa të mëdha se ta humbin pushtetin legjislativ dhe do të fillojnë procedura kundër impeachmentit për presidentit Trump. Dhe e gjithë politika amerikane do të ndryshojë për shkak se edhe politika e brendshme e SBA-s nuk lejon që më të bëhen lufta për shkak se shteti amerikan është duke falimentuar, perandoria amerikane është duke falimentuar, ata njihet luftarake që e kërcënojnë Iranin. Besoj që nëse thellohet kjo luftë të gjithë do të zhyten në det dhe do të kthehet si një perandori e shkatuar në territor të tyre dhe ju dëshirojmë sukses që në rajonin e tyre të kenë sukses si ekonomik, po ashtu edhe që të përmirësojnë jetën e vetë shtetasve amerikan dhe mos përzihen në punët e shteteve të tjera, se cili shtet çfarë regjimi apo çfarë parime do të qeveriset. Lindja e mesme është muslimane dhe do të qeveriset me vlerat islame dhe jo me vlerat talmudik të çifutërisë ndërkombëtare. E qartë. Mirë, zë Udhi, kemi arritur në fund, ju falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Ju faleminderit. Shumë faleminderit. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të këtij emisioni dhe për ditën e sotme. Bashkë do të shihemi sërish nesër me tema të tjera. Deri atëherë, mirupafshim.